sa i përket krimeve zgjedhore, në fakt janë marrë disa masa, kjo është çështja e vitit 2025, megjithatë me që shpyetja unë do të bëj një prezantim të përgjithshëm të punës që u bë gjatë këtij viti zgjedhor. Nga ana e prokurorisë përgjithshme u ndërmorën hapa në drejtim të forcimit të koordinimit institucional me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, me prokurorinë e posaçme dhe me Policinë e Shtetit, në mënyrë për të pasur një qasje të koordinuar qoftë në drejtim të masave institucionale për ato ndërinstitucionale për të rritur efikasitetin tonë në aspektin e hetimit të krimit elektoral. Në vijim të kësaj marrëveshje bashkëpunimi, nga ana jonë u organizua puna dhe brenda sistemit prokurorisë. Janë një sër çështjesh penale për cilat ka filluar hetimi, ku edhe për veprën penale për cilën ju referoni, është neni 328A i kodit penal, nga të dhënat statistikore të vitit 2025, rezulton se nga prokurorit e jurisdiksionit përgjithshëm janë disa çështje penale, nuk mund ta them sot numrin e saktë të tyre, por me sa kam parë janë tërësi të shpërndarë në të gjithë territorin e Republikës që lidhen me përdorimin e administratës publike apo qoftë edhe me përdorimin e fondeve publike në fushatën zgjedhore. Këto janë në vijim hetimet për to dhe një rezultati hetimeve mbetet për të parë në vijim të këtij viti apo në vitin tjetër. Më duhet të theksoj se kontrolli në pikpamje të cilësisë së hetimit mbi këtë çështje realizohet nga pushteti gjyqësor. Janë gjyqtarë të cilët do të vlerësojnë si rastet të cilat hetimet janë të paplota, si në rastet kur çështja është për të pushuar apo ka nevojë për të kryer hetime të tjera apo për të dërguar çështjet në gjykim. Të paktën sipas kuadrit ligjor në fuqi. Nga ana jonë janë bërë të gjitha përpjekjet me qëllim që të vëmë dispozicion prokurorëve të gjitha instrumentat e nevojshëm për të pasur mundësinë për të kryer detyrën e tyre.